Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjekët me urdhër të prerë, kur mos konsumoni shalqin nëse vuani nga këto probleme shëndetësore. Shalqini është shumë i shëndetshëm dhe i shkëlqyer për hidratimin e trupit, por një grup njerëzish nuk duhet ta hanë atë. Ky frut është i pasur me magnez, zink, kalium, vitaminë B. Është i pasur me proteina dhe ka pak kalori, kështu që mund të hahet në çdo moment. Konsumi i shalqinit nxit humbjen e peshës dhe besohet se mund të ketë edhe efekte antisëmundje kundër radikaleve të lira. Një shalqini në madhësi mesatare përbëhet nga 92% ujë, kështu që është një mundësi e shkëlqyer për të qëndruar të hidratuar në ditët e nxehta të verës. Një studim i vitit 2019 që shqyrtoi efektet e konsumit të shalqinit në ngopjen dhe në peshën trupore të të rriturit mbi peshë dhe obez, zbuloi se ata që konsumonin 2 feta shalqin çdo ditë për 4 javë, ndiheshin më pak të urritur dhe humbisnin dukshëm më shumë kilogram nga grupi që konsumonte biskota me pak kalori. Megjithatë, pavarësisht se është kaq i shëndetshëm, nuk është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit, citon WebMed. Megjithatë, dietologët paralajmërojnë se konsumi i shalqinit nuk është i mirë për një grup njerëzish, përkatësisht diabetikët. Shalqini është plot me sheqer natyral i cili mund të shkaktojë një rritje të sheqerit në gjak. Megjithatë, nuk duhet të eliminohet plotësisht nga dieta. Mund ta kombinoni me ushqime që janë të pasur me yndyrë të shëndetshme, fibra dhe proteina si arrat ose farat. Ky kombinim i ushqimeve me vlera ushqyese mund të ndihmojë një person të ndihet më i ngopur për më gjatë dhe të ngadalësojë përthithjen e sheqerit në gjakun e tij. Shalqini është në përmbajtje të lartë të ujit. I shkëlqyer për të shuar etjen, por kjo sjell me vete edhe disa efekte anësore që mund të ndikojnë në shëndetin tuaj. Edhe pse është një burim i shkëlqyer i ujit dhe i fibrave dietike, shalqini mund të shkaktojë probleme me tretjen si diareja, fryrja dhe gazrat. Ai përmban sorbitol, një përbërës sheqeri që ndihet se stimulon tretjen e parezistuar dhe kontrollin e acideve, por në sasi më të madhe mund të shkaktojë probleme me stomakun. Do të habiteni kur të mësoni se ato që piqen me shumë mund të shmangin ngrënien e tepërt të shalqinit, sidomos për personat që pinë tepër alkool, shalqini mund të ketë efekte negative. Sepse nivelet e larta të likopenit mund të reagojnë me alkoolin duke shkaktuar inflamacione të mëlçisë dhe ky stres i tepërt oksidativ në mëlçi mund të jetë i rrezikshëm për trupin. Gjithashtu shalqini është një burim i pasur i kaliumit dhe ndihmon në ruajtjen e funksionit të elektroliteve. Shalqini duhet të konsumohet në masë, pasi është shumë i shëndetshëm për zemrën, kockat dhe forcimin e muskujve. Është vërtet se marrja e tepërt e kaliumit mund të çojë në probleme kardiovaskulare, si rrahje të parregullta të zemrës, puls të dobët dhe shumë më tepër. Prandaj nëse doni të merrni përfitimet e shalqinit, e konsumoni atë me moderim dhe mbi të gjitha. Mos e teproni, sidomos në rast se po pini alkool ose jeni me sheqer. Në ditët e nxehta të verës, frutat janë një zgjidhje e përkryer edhe për të përballur vapën e madhe. Të pasur me ujë, frutat janë të pasvendësueshëm për një organizëm të shëndetshëm. Në veçanti shalqini, pasi përbëhet nga 92% ujë dhe njësoj si kastraveci, konsiderohet si një ndër hidratuesit më të mirë për trupin. Është një burim i mirë i vitaminës A, B6, C, kalium, likopen, që janë një dhuratë e vërtet e shëndetshme për organizmin. Gjithsesi, konsumi i tepërt i tij mund të kthehet në një problem të vërtet me efekte të bezdisshme anësore. Teprimi me shalqin mund të shkaktojë diarre. Duke qenë se është një burim i madh i ujit dhe i fibrave, mund të shkaktojë probleme me tretjen dhe stomakun. Ndaj konsumi i tepërt i shalqinit mund të shkaktojë diarre, gazra dhe probleme me stomakun. Ngre sheqerin në gjak. Shalqini është ndër frutat e pakta që nuk rekomandohet për diabetikët, pasi ngre nivelin e sheqerit në gjak. Megjithatë, është një frut plot me vitamina dhe i shëndetshëm dhe duhet të bëhet kujdes me konsumin e tij të përditshëm. Nëse e teproni me konsumin e shalqinit, mund të dëmtoni mëlçin. Për personat që konsumojnë në sasi të mëdha alkooli, shalqini është një frut që nuk rekomandohet. Kjo pasi shalqini përmban sasi të madhe të likopeneve, të cilat nëse veprojnë me alkoolin në trup, mund të dëmtojnë mëlçin. Mund të çojnë në hidratim të tepërt.
Megjithse hidratimi njihet si një armë e fortë për organizmin e shëndetshëm dhe mbi hidratimin e tij mund të jetë një problem. Shalqini duke qenë i pasur me ujë përshpejton procesin e tretjes dhe nxjerr jashtë toksinat. Nëse ju merrni më shumë ujë nga sa trupi ka nevojë, shumë minerale dhe vitamina mund të dalin jashtë duke lënë trupin pa energji. Kjo mund të shkaktojë këmbë të fryra, lodhje, probleme me veshkat dhe sasi të ulta të kripës në trup. Mund të çojë drejt problemeve kardiovaskulare. Shalqini është një burim i mirë i kaliumit dhe një nutrient shumë i rëndësishëm për trupin. Gjithsesi, konsumi më shumë nga sa duhet i kësaj vitamine mund të shkaktojë probleme kardiovaskulare siç janë rrahje të çrregullta të zemrës, pulse të dobta ose të larta, citoni WebMed. Ndaj mundohuni të mos e konsumoni në sasi të madhe këtë frut çdo ditë në mënyrë që të mbani larg dëmet e tij dhe të merrni vetëm përfitimet kryesore që ai do të ofrojë në shëndetin tuaj. Gjithashtu shalqini mund të jetë një produkt shumë i mirë edhe për qarkullimin e gjakut duke ofruar përfitime nëse atë e konsumoni gjithmonë brenda normës. Citrulina është një aminoacid që gjendet në sasi të lartë e lëngu i shalqinit. Ky futet në organizëm, citrulina kthehet në një arginin, një aminoacid i dobishëm në përmirësimin e qarkullimit të gjakut dhe qetësimin e enëve të gjakut. I gjithë sistemi kardiovaskular përfiton nga citrulina dhe jep qetësi nëse e konsumoni atë gjithmonë brenda dozës së lejuar. Lëngu i shalqinit është i mirë kundër shëndetit të tepërt. Citrulinat e lëngu i shalqinit ka qenë subjekt i disa studimeve shkencore. Këto studime kanë treguar se citrulina ndërtohet edhe në akumulimin e yndyrnave të qelizave dhe bllokon efektet e një enzime të njohur si TNAP, që përshpejton edhe magazinimin e yndyrnave në trup. Lëngu i shalqinit nëse pihet brenda normës së lejuar është i mirë kundër inflamacioneve. Ngrënia e shalqinit ose pirja e lëngut përpara ushtrimeve dhe stërvitjes ka efekte antiinflamatore, thonë studimet. Shalqini është i pasur me flavonoide, karotenoide siç janë likopen dhe beta-karoten që luftojnë inflamacionin. Këta përbërës pasurohen më shumë nëse shalqini piqet gjatë. Pra shalqini duhet të lihet të piqet për pak kohë, më shumë që tulli të ketë një ngjyrë të ndezur të kuqe përpara se të hahet ose të pihet lëngu. Shalqini përmban vitamina dhe minerale të rëndësishme për trupin. Ndonse nuk jep pikën e tij më të fortë, shalqini ka plot vitamina dhe minerale, veçanërisht vitaminën C dhe beta-karoten që kthehen në vitaminën A kur trupi ka nevojë. Shalqini ka gjithashtu sasi të vogla të vitaminës B. Shalqini ka edhe kalium dhe magnez që shumë fishohen te lëngu i frutit, ndërkohë që farat përbëjnë në nivelin e mirë të hekurit dhe të zinkut. Lëngu i shalqinit përmirëson shëndetin e veshkave. Lëngu i shalqinit është shumë i mirë për veshkat, ka një efekt pastrues edhe nxjerr jashtë acidet që ndihmojnë në formimin e gurëve të dëmshëm. Farat e shalqinit kanë efekte të mëdha tek veshkat, ndaj nëse dëshironi të përdorni shalqinin veçanërisht për këtë efekt, e konsumoni me fara, citon WebMed. Shalqini është një zgjidhje shumë e mirë gjithmonë duke u konsumuar brenda normës. Kështu përfitimet që do të merrni janë nga më të ndryshmet. Shalqini përmban pigmente natyrale që luftojnë inflamacionin në gjymtyr. Disa studime të cilave u referohemi sipas health.com thonë se pas konsumit të shalqinit njerëzit janë më pak të prekur nga artriti dhe reumatizma. Ngjyra e kuqe e shalqinit i atribuohet likopenit, një antioksidant që ulë rrezikun e radikaleve të lira ose diabetit. Shalqini është shumë i pasur me likopen më shumë se çdo perime tjetër. Ai ofron një mbrojtje shumë të mirë edhe për shëndetin e lëkurës. Ngrënia e shalqinit shërben si një mburojë për lëkurën. Antioksidanti likopen ndihmon organizmin ndaj djegjeve nga dielli. Një racion me shalqin plotëson 30% të nevojës ditore për vitaminën A, e cila është thelbësore për shëndetin e syve. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.